Ti e vozit, a? Pa i shoferi parë, po. Ti e xhoveri, a? Po. Okej, kjo është manuale, a? Po, manual është. A e ke të vështirë me vozit? Po i është pak vështirë se i ka gazin e ka të vulloni edhe tash... A të vulloni e ka gazin? Vulloni e ka stoko. Interesant. Hajde shifja pak pedalet, frenat, gazin to, freksionin poshtë si i ka. Shikoj pak se çfarë si i ka atje, ja. 102 vjeç tu i bën 103. Nuk e di tash ata njerëzit që e kanë prodhu, po mundesh me hap pak. Hajde shë pak motorin. Ja ku është motori këtu, shikoje pak. 130 makinë. Njerëzit që e kanë prodhu asnjëri nuk jeton, krejt kanë vdek. Njerëzit që e kanë prodhu këtë makinë, krejt kanë vdek. Makina akoma të punu. E bukur, shumë faleminderit, respekt. Hajde vazhdojmë pak të një makinë tjetër, të cila makinë tjetër mund shkojmë. Kam ka shku Karabi. Ku e kam Karabin? Kam dëshirë me gjetë Karabin. Karabi është një djalë shumë mirë që e njohta në këtë vend. Është kryetari e Oldtimer Club Ferizaj. Por shikoj, interesant, që kjo makina tjetër. Çfarë makina është kjo? Kush e ka këtë? Kjo makinë e vitit 1981 Ramiz Novaj. Shumë interesant edhe kjo. Ta shohim atë makinën tjetër pak bro. Çfarë makina është kjo? Shive kjo tjetër, çfarë makina. Kjo makinë e Ford Mustang 1969. Michel Rohman. Që ka e huj Micheli? E një makinë shumë e mbajtur dhe shumë e mirë. Nuk e di do t'jetë restauruar apo jo, nuk e kam idenë, por realisht diçka interesante që ka. Kështu që mori çmimin e parë më duket ai zotnia. Hajde këtej, shive pak, i thashun, ma ka marrë mendje që e mori çmimin e parë. Thashë keni një vetur shumë i rrallë. Po, mundesh me mikrofon qoftë se keni diçka me prezantu. Ja çmimi i parë. Ja ku kemi çmimi e parë. E kom ditë. Ja ku është çmimi i parë. E mori çmimin e parë Gazmend Sylaj prej Deçani me makinën 103 vjeçare.